Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Shenjat e horoskopit që dashurojnë më shumë. Në vend të parë Gaforia. Gaforia është shenja më e dashur dhe më e përkushtuar e zodiakut. Ajo të do me ndjenja të pastërta, të sinqerta dhe pas një mask. Dashuria për të është shtëpi, siguri dhe ndjenje thellë emocionale. Kur Gaforia dashuron, jep gjithçka. Kujdes, përkushtim, vëmendje dhe besnikëri. Është shenjë që nuk të tradhton kurrë në ndjenjë dhe qëndron pranë në çdo moment. Në vend të dytë Peshqit. Peshqit dashurojnë në mënyrën më romantike të mundshme. Ata idealizojnë partnerin, imagjinojnë të ardhmen dhe i përkushtojnë lidhjes me zemër të hapur. Janë empatik, të ëmbël dhe vendosin dashurinë mbi çdo gjë tjetër. Në një marrëdhënie janë tipi që të mbajnë për dore, të kuptojnë pa folur dhe të falin edhe kur nuk duhet. Në vend të tretë Luani. Luani dashuron me pasion, me forcë dhe me zemër të madhe. Ai është besnik, i përkushtuar dhe i gatshëm të bëjë gjithçka për personin që zgjedh. Lumturon partnerin, jep gëzim, energji dhe dashuri të zjarrt. Luani nuk të lë të ndihesh i pavlerë. Në një lidhje me të ndihesh i veçantë, i mbrojtur dhe i dashur çdo ditë. Në vend të katërt Demi. Demi ka dashurinë më të qëndrueshme dhe më besnike. Ai nuk hyn lehtë në lidhje, por kur bie në dashuri është i qëndrueshëm, i sigurt dhe i palëkundur. Demi e di si të bëjë të ndihesh komod, i mbështetur dhe emocionalisht i qëndrueshëm. Dashuria e tij është e butë, e qëndrueshme dhe shumë e sinqertë. Një partner ideal për ndërtimin e një jete së bashku.